punojnë taksi, që i kam blerë makina dhe i punojnë taksi. Dhe se cili këtu mund të ketë nga 10 makina që i majnë, blokojnë atëna, nuk i gjenë destinacionin e dur, ku t'janë partje, pa i kanë lënë në për parkinget. Vim ne për parking s'ka. Do të lesh makinën në vend tjetër që të vish për para institucionit tënë ose ku do të jesh. Të vish një herë, sidomos ditën e shtunë dhe ditën e mërkur, e ke këtu vetëm me taksit, që përdorin ata japin me qera, makina me qera. Janë një zakonisht, nga këtu deri në fund të rrugës mund të jenë 40 taksi që punojnë. I lënë makinat aty në dispozicion edhe ikin. Ju jeni gjobitën ndonjëherë për vend parkime të gabuara? Unë nuk gjobitën se unë e njoh linjën, se kam një jetë këtu se jam çfarë masash duhen merr atëherë? Po masat duhen marrë për arsye se ti heqin ato ti gjejnë vendin e dur parkingeve ku janë, edhe këto tjera qëndrojnë sidomos vjen tjetër nga fshati ka një vend bosh aty. Po s'ka vend bosh, ku të lej makinën? S'ka ku lej makinën. Se ka 10 taksi rresht që çojnë me qera. Prandaj kjo është gjë. Gjithë vend parkime në qytetin e kemi shumë problem. Sidomos kemi ku t'i lëmë makinën. Bashkia duhet marrë masa për ne qytetarët, se ne jemi në punë. Çfarë bëjmë ne? Jeni gjobitur ndonjëherë për parkime të gabuara? Jemi gjobit. Jemi gjobit. Nuk ka fare, po s'kemi ku t'i lëmë makinën. Sa kohë të duhet për të parkuar një makinë në këtë qytet? Po një qytet si Lushnjë ne duhet 1 orë të paktën. Jo. T'ju përshëndes. Ka ngarkesë shumë. Cilat janë zonat më problematike për parkime në qytet? Po këtu Lushnjë, Fier, Kamçanon, ka shumë probleme. Çfarë e bën problem parkimin? S'ka hapësirë publike, të parkojnë njerëzit. Edhe tje ku e qërë të parkime, atje unë qova njerë atje me zare futa, e prishën fare makinën, edhe kam prishën në qëpë. S'ka vend. Ka shumë nga kjes makinës. Shumë ka makina sa ropë. Që është një vend për të parkuar autometin tënd në Lushnjë, sa kohë do të duhet? Po patjetër që është e vështirë. Edhe të paktën duhet 20 minuta, 15 minuta për gjetur një vend. Edhe se gjem fare ndonjëherë. Je gjobitur ndonjëherë për vend parkim të gabuar? Po, patjetër që po. Sa ka qenë masa gjobës? Po 10.000 lekë vjetra, 15, varet. Kush janë zonat më problematike në qytet që s'ka vend parkim fare? Duke filluar nga rreth rrotullimi i plasmasit deri tek Metçela. Në fillimet tona është i duki çik problematike situata, kishim qytetarë të ankuar, e tu smjedhës që kishin le të themi problematika në lidhje me këtë aspekt, problematika të qarkullimit dhe problematika ndryshme që ankoheshin le të themi qytetarët e zonave të caktuara. Fillimisht ne përcaktuam pikat kryesore kur ne do të rrynim me pjesën e rehabilitimit dhe sensibilizimit të qytetarëve dhe shkelësve që ishin drejtues mjetesh ndaj zonave të caktuara. Konkretisht jemi marrë me parkime dyshe, le të themi një referim dhe nga qeveria qendrore, ku kemi ndërgjegjësuar, kemi disiplinuar dhe kemi penalizuar drejtues mjetes të cilët nuk janë përgjigjur urdhave tonë për zbatimin e kësaj rregullore, pra lirimit dhe mos parkimit dysh në vendet e parkuara ose në vendet e taksive. Momentalisht jemi në proces të vazhdueshëm. Momentalisht nga muaj në muaj kemi një rritje të konsiderueshme të masave disiplinore. Synimi jon nuk është vendosja e gjoba dhe masa disiplinore, është ndërgjegjësimi i komunitetit, por në raste specifike ku kemi hasur kundërshti, jemi detyruar të marrim dhe masat përkatëse. Si është rritur kaq shumë numri i gjobave këtë muaj? Është rritur për arsye se e kemi shifrat konkrete, le të themi në tetor ishin 36 gjoba administrative të vendosura nga Policia Bashkiake. Sot deri tani në këtë moment jemi 130 gjoba dhe jemi le të themi në mezin e muajit akoma. Vazhdon ndërgjegjësimi, vazhdon disiplinimi i drejtuesve të mjetit që bëjnë shkelje të qarkullimit rrugor. Dhe momentalisht le të themi që kemi hasur ndërgjegjësim, kemi hasur pozitivitet nga qytetarët e zonave dhe drejtuesve të mjetëve që ishin penalizuar nga ky fenomen kaq shqetësues për banorët e zonës. Cila ka qenë tjetër problematik për gjobat? Problematik tjetër kryesisht kemi hasur me pjesën e zonave specifike ose vend parkimeve që kanë qenë të rezervuara ose vend parkimet e taksive. Drejtues dhe taksapagues të rregullt të taksive le të themi që ushtronin këtë lloj aktiviteti na janë ankuar neve për shkak se ata kishin problematika në parkimin dhe në ushtrimin e profesionit e detyrës që ata ishin le të themi taksapagues të rregullt. Kemi marrë masat përkatëse, kemi sensibilizuar, kemi ndërgjegjësuar, kemi këshilluar mbi 300 drejtues mjetesh deri tani, përsa flasim që jemi në mezin e muajit,
besoj që kjo shifër do të rritet dita ditës, pasi ju thash, nuk është synimi jon marrja e masave administrative gjoba. Synimi jon është ndërgjegjësimi i komunitetit që rregullat e qarkullimit duhen zbatuar për një të mirë të përbashkët të gjithëve. Ata që zënë vend parkime me mjete rrethanore janë të shumtë në këtë qytet? Janë të shumë të le të themi banorë të zonave specifike, por edhe të ardhur nga qytetet e tjera, të cilat krijon një problematikë të shtuar për qarkullimin e vetë makinave, le të themi në qytet. Krahas gjobave, çfarë pune tjetër vihet re nga Policia Bashkiake? Atëherë Policia Bashkiake është angazhuar intensivisht dhe në pjesën e hapësirave publike. Jemi duke kryer momentalisht dhe inspektime rigoroze me një standard le të themi për të gjithë bizneset e zonës, që le të themi ushtrojnë ose kanë një hapësirë publike në shfrytëzimin e tyre. Jemi duke vlerësuar dokumentacionin përkatës që janë të pajisur apo jo me lejen përkatës të shfrytëzimit të hapësirës, dhe në rast të kundërt kemi bërë lirimin e hapësirave. Gjithçka komfort le të themi në të mirë të qytetarëve, në të mirë të komunitetit lushnjak. Është mjaftueshëm numri punonjësve për të kryer gjithë këto kontrolle në këtë territor bashkëk? Momentalisht nuk është le të themi mjaftueshëm numri punonjësve. Kemi bërë një kërkesë drejtuar Bashkisë së Lushnjës për le të themi zgjerim stafi dhe besoj që duke parë parasysh dhe ecurinë e mirë të punës do të na aprovohet kjo kërkesë kemi bërë. Lushne, hola.